Në organizim nga Unioni i Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare të Maqedonisë, në bashkëpunim me Shoqatën Bjeshkatare Bukurit e Sharit në Bogovinë dhe me përkrahjen e komunës së Bogovinës dhe të disa donatorëve të tjerë, u organizua marshi me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Mbi 200 bjeshkatarë në Maqedoninë e Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë, në kushte të vështira atmosferike, marshuan nga Rakoveci deri në Gjoli i Gorjanit, ku në shtëpinë malore të Gradecit u vendos flamuri i Kosovës në shenjë të 18 vjetorit të pavarësisë. Ndryshe, të gjithë bjeshkatarët u grumbulluan në qendrën e fshatit Pirok, ku me një fjalë rasti u përshëndeten nga kryetari i komunës së Bogovinës, Fetia Bazi. Është nder dhe kënaqësi për komunën e Bogovinës sot të jetë një koqir i gjitha shoqatave bjeshkatare të Sharit, si zakonisht bjeshkatarët llogariten si njerëz, si dashamirës të natyrës. Unë sot në cilësinë e kryetarit të komunës ju dëshiroj gjithëve mirëseardhje, shpresoj të kalojnë një ditë bukur dhe të ecin nëpër territorit të komunës Bogovinës të kalojnë sa më mirë. Uroj si ditë të veçantë të shpreh kënaqësinë time, të uroj pavarësinë e Kosovës gjithësisht 18 vjetor. Organizatori, kryetari i Shoqatave Bjeshkatare të Maqedonisë, Fari Rexhepi, tha se është nder i madh që ky marsh organizohet me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në kuadër të kalendarit të aktiviteteve të Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë, është një ndër pikat ose aktivitetet me rëndësi janë shënimi i datave historike dhe sot, pikërisht sot, po shënojmë një datë të rëndësishme historike, datën do të kisha thënë më fatlume të popullit Kosovës dhe shqiptarëve gjithandej, 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Republikës Kosovës. Dhe këtu sot jemi grumbulluar shoqata të ndryshme nga Maqedonia dhe Kosova, edhe pse moti fillimisht ishte i papërshtatshëm, besoj se asnjë nuk do ndalë që ky aktivitet realizohet me sukses. Një koqire e këtij aktiviteti bjeshkatar ishte Shoqata Bjeshkatare Bukurit e Sharit. Ne si shoqat jemi një koqire, ne organizojmë mirë, po me bashkëpunim me Unionin edhe gjithë shoqata të tjera që marrin pjesë. Ne sot vazhdojmë marshin tradicional, por këtë vit pak më ndryshe festojmë edhe pavarësinë e Kosovës. Të pranishëm në këtë aktivitet të bjeshkatarëve ishin dhe shoqata nga Kosova. Kemi ardhur këtu për të marrë pjesë në këtë event, këtë manifestim për 3 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Neve na kanë ftuar shoqata e Maqedonisë dhe kemi hapur Prishtinës, kemi bërë një mini hiking duke në fshatin Ratkoc, edhe me një bjesh kemi mundësit për shkak të pavarësisë së Kosovës. Pas kthimit nga Gjoli i Gorjanit, të gjithë bjeshkatarët morën pjesë në drekën tradicionale të organizuar në fshatin Rakovec. Organizatori i këtij marshi dhe ndau mirënjohje për të gjithë ata që kanë përkrahur këtë aktivitet.